Përshëndetje miq të emisionit tonë. Sot do të flasim për një problem që është shumë shqetësues, sidomos për brezin e ri, veçanërisht për vajzat, dhe njëkohësisht është një problem e cila nëse nuk gjen zgjidhje për një kohë të shkurtër, ajo mund të na prodhojë, si thua, një ankth, një stres, një çrregullim të tërin nervor, por edhe një çrregullim funksional fiziologjik të organizmit. Po çfarë janë ato, si formohen dhe si mund t'i luftojmë neve? Nëse do të vëmë re lëkurën në pjesën e sipërme të saj, mundet që të na ndodhi në vatra të caktuara ose në një pikë ose në një zonë të caktuar, mund të ndodhi që të depozitohet sebumi, kjo yndyra e shtuar mbi lëkurën tonë të fytyrës. Më vonë, me kalimin e kohës, ky sebum fillon që të keratizohet, të trashet si shtresë dhe të asfiksoj, si thua, të ndaj, të veçoj ajrin nga pjesa e sipërme e epidermës së lëkurës. Ky keratizim në pjesën e poshtme të rrënjës së qimes mundet që të na shoqërohet me shtimin e bakterieve dhe kryesisht Cutibacterium acnes, i cili është një bakter që fillon të zhvillohet në rrënjat e qimeve që ndodhen në fytyrë, pra në shtresën e dytë të lëkurës. Ky Cuticubacterium që ndodhet nën lëkurë, tashmë, si thuash, i azgjesuar, fillon që të na prishi leukocitet dhe eritrocitet. Edhe në këtë mënyrë, ky proces i përshkallëzuar automatikisht, rrjedhimisht na çon në një, si të thuash, rritje në shtim të ruazave të bardha dhe të kuqe të gjakut të dëmtuara, që do të thotë tashmë në brendësi po formohet një fluskë e vogël qelbi, e cila tenton që të dali në sipërfaqen e epidermës së lëkurës, duke marrë krah, si thuash, aty ku ajo qimja ka filluar që të dali mbi sipërfaqen e saj, dhe ajo del pranë saj. Shpesh herë njerëzit të stresuar fillojnë që këto t'i shtrydhin dhe nuk bëjmë asgjë tjetër, veçse nëse ne nuk i shtrydhim dhe të marrim dhe t'i lyejmë me hudhër, atëherë ne mund të bëjmë një përhapje të saj, një shtim të këtij infeksioni në sipërfaqen e lëkurës. Duke parë vendin se ku zhvillohen puçrat, ne mund të gjykojmë edhe për një sëmundje në organizmin tonë, ose një shkaktar të kësaj sëmundje e cila është shfaqur në fytyrën tonë. Për shembull, në qoftë se puçrat janë të lokalizuara në pjesën e poshtme të gushës, tek knofulla, tek goja, tek buza dhe në të dy anët e faqeve, nuk duhet të shikojmë në asnjë vend tjetër, veçse duhet bërë një eko për të parë, sepse mundet që të kemi vezoret policistike. Pra, një eko abdominale e tregon shumë qartë këtë. Nëse ato ndodhen në të dy anët e faqeve, tek buza dhe goja, do parë se këto puçra mund të kenë lidhje me ndonjë çrregullim të stomakut, aciditet të shtuar, helikobakter të shtuar. Nëse këto puçra janë tek faqa, hunda dhe ndoshta marrin edhe pak nga balli, atëherë do parë sepse mundet që të kemi ndonjë inflamacion në mushkëri. Por krahas këtyre 3-4 pozicioneve që ne përmendëm, shkaktarë të tjerë të shumtë janë këto. Në vendin e parë do të rendisim çrregullimet hormonale, sidomos ato femërore. Pra, në veçanti tek femrat, kur kemi një rritje të testosteronit, të hormonit mashkullor, atëherë kjo prishje e balancës rrjedhimisht do të na japi një rritje të shtimit të puçrave në pjesën e faqeve dhe në pjesën e poshtme të gushës. Nëse do të kemi një prishje të DHT-s, të hormonit LHT, nëse do të kemi një keq ushqyerje, sidomos kur ne përdorim për shembull produkte të bulmetit, të shoqëruara me sheqer të shtuar dhe atë miellin e bardhë, jemi të predispozuar për t'i shtuar këto puçra në fytyrë. Po kështu, nëse do të vëmë re një lëvizje për shembull të estrogenit dhe të progesteronit dhe të prolaktinës tek femrat, përsëri edhe kjo do të na japi një shtim të shtuar të puçrave në lëkurë. Pra, të gjitha këto faktorë, përfshi këtu edhe mbajtjen afër të telefonit, afër faqes, mund të bëhet një shkak për të shtuar puçrat në sipërfaqen e lëkurës. Dhe nëse nuk marrim masat e duhura, atëherë pa diskutim që do të kemi një zgjatje, një shtim të tyre dhe një zgjatje në kohë për të mos u shëruar ato në një kohë shumë rekord. Le të shikojmë si ndodh procesi i shkatërimit të leukociteve dhe të eritrociteve në shtresën e mesme të lëkurës. Pra,
Le të vëmë re, këtu ku është lëkura në pjesën e sipërme të saj, që ka në qafën e qimes këtu, vërejmë një zbardhje të lehtë të saj. Pra është ai momenti kur ato yndyrnat fillojnë të mblidhen, të trashen dhe njëkohësisht sikur e bllokojnë këtë qafën e qimes me pjesën e sipërme të epidermës së lëkurës. Ndërkohë, në trupin e njeriut ndodhet ky bakteri Cuticulum acnes, i cili duke qarkulluar në gjak në një moment që ose ulet rezistenca e organizmit, ose prishet balanca hormonale, ose ndodh ndonjë çrregullim, për shembull midis ankthit dhe stresit që do të shoqërohet patjetër me luhatje të kortizolit, ky lloj bakteri fillon që në rrënjën e qimes këtu të fillojë të shumohet, të shtohet, e këtu mbi vete vetëm trashet akoma, kjo bëhet si një tap e holl dylli ose keratizim i plot i saj. Ndërkohë që kjo e mbyll plotësisht këtë, atëherë këto papastërti, për shembull, që mund të dilin nëpërmjet lëkurës edhe qimes, mbeten brenda dhe fillojnë që këto bakteriet tashmë të zhvillohen dhe të shumohen. Duke qenë që ky proces vazhdon të shumohet, atëherë ndodh mëtutje, shkatërrimi i leukociteve dhe eritrociteve dhe formohet ajo si masë e bardhë qelbi, e cila pas një periudhë kohe, ndoshta 1 javë, 10 ditë, ajo fillon që të krijojë një skuqje të lëkurës përsipër dhe një pikë të bardhë në mesin e saj, ja ku ndodhet këtu. Pra, kjo është një pustull, si të themi, një pus ku kemi shumim të këtyre bakterieve, por njëkohësisht edhe një përhapje të infeksionit. Po si do të bëjmë për ta qetësuar këtë makth që po na shtohet në trupin tonë? Hapi i parë, përgatisim një çaj bimor, i cili duhet të jetë edhe antibakterial, por njëkohësisht edhe të më pastroj atë yndyrën e shtuar në sipërfaqen e lëkurës. Çfarë mund të marrim konkretisht? Ose do të marrim atë përzierjen e gatshme bimore, ose përbërësit kryesor të atij çaji duhet të jenë çaj gjelbër, një lugë gjelle, një lugë gjelle livando, një lugë gjelle kumak ose një dorë, një lugë gjelle cian. Atëherë, shtojmë në të edhe pak kamomil, pak rigon, dhe ky do të jetë çaj bazë. Ose marrim atë çajin që është antimikotik dhe shtojmë një lugë gjelle çaj të gjelbër dhe një livando. Ky do të ishte çaj. Llogarisim që të na bëhen 8 deri në 9 lugë gjelle dhe në të do të hedhim në tenxhere 2 litra ujë. Zihen çaj 2 deri në 3 minuta, e kullojmë pasi ftohet dhe marrim një gotë çaj për të shplar fytyrën, ku mund të hedhim në të 1 lugë kafe me sodë buke. E përzijej mirë, e tresim dhe bëjmë pastrimin e fytyrës me çajin. E lëm të thahet në mënyrë që pak nga përbërësit bioaktiv të çajit të na mbeten mbi fytyrë, pasi janë antiseptik dhe vrasës të këtyre bakterieve. Pasi thahet kjo, nëse kemi shumë puçra në fytyrë dhe janë të fryra, janë të enjtura, është mirë që të përdorim edhe hudhrën. E shtypim për shembull 1-2 thelpinj hudhra, e lyejmë mollzat e faqeve ose vatrat ku janë puçrat më të aktivizuara dhe e lëm të thahet. Pas 2 minutash, 3, heqim të gjitha cipat e hudhrës dhe atë lëngun e lëm aty. Mbi të vendosim bëjmë një sprucim të lehtë të këtij serumi për puçrat. Atëherë, kalojmë një sprucim, për shembull, kështu, mbi fytyrë, afërsisht 4-5 sprucime. Kjo i jep një djegje të lehtë dhe përbërësit bioaktiv të këtij antiseptiku bimor fillojnë që çfarë gjejnë në sipërfaqe bakterie të ndryshme, atëherë fillojnë dobësimin e tyre dhe azgjësimin e tyre. Nëse kemi puçra përsëri me qelb të fryra të maisura fort, vendosim nëpër puçrat e mëdhaja pak propolis për puçrat. Edhe kjo, fal flavonoideve të shumta dhe antiseptikëve që ndodhen, kryesisht janë këto timoli, karbakroli, timololi, kariofileni e të tjera, që ndodhen me shumicë tek ky lloj propolisi, atëherë japin një veti të mrekullueshme në azgjësimin e këtyre bakterieve të ndryshme. Pasi thahet, në mbrëmje vendosim kremin për puçrat, i cili ka në përbërjen e tij vajra esenciale që janë sa antibakteriale,
po aq edhe rigjeneruese të lëkurës. Pra, ato përbërës që i kemi edhe të deklaruar këtu në etiket, na bëjnë me të vërtet një mrekulli të organizmit. Si thua, gjatë natës, asgjësojnë, vrasin, shkatërojnë dhe ndihmojnë trupin që në këtë pjesë të lëkurës të filloj pak e nga pak rigjenerimi i saj, që do të thotë shëndoshja nga baza e rrënjës deri në pjesën e sipërme të qimes. Ky ishte një trajtim i mirë dhe i plot në mbrëmje. Ndërsa në mëngjes, trajtimin do ta bëjmë shumë herë më të thjeshtë, kryesisht bëjmë një shplarje të fytyrës me çajin, e lëm të thahet, sprucojmë përsëri me serumin e fytyrës dhe vendosim ose kremin me kërmill ose kremin me qumësh gomarice. Ne më së shumti kremi me kërmill na ka dhënë më shumë rezultat në drejtimin e zbutjes së lëkurës dhe në zvoglimin e këtyre puçrave. Njëkohësisht, për ta ristrukturuar fytyrën, për ta ristrukturuar atë pjesën e dëmtuar, që aty janë me shumicë qeliza të vrara të shkatëruara të lëkurës, neve përdorim her pas here edhe këtë vitaminën C. Është një ushqyes dhe një antiseptik për lëkurën. Pasi kemi mbaruar këtë trajtim me ditë të tëra, 10-15 ditë, ka ardhur koha që të ndihmojmë trupin tonë duke bërë disa skrape bimore në mënyrë që të largojmë, të përshpejtojmë largimin e këtyre qelizave të vdekura që ndodhen në lëkurë. Po si praktikisht? Marrim një lugë çaj ose një lugë e gjysmë çaj me llumin e kafes ekspres. Shtojmë në të dhe një lugë çaj me mjaltë. I përzijmë dhe mund të hedhim në të ose pika të propolisit me rigon, për puçrat, 7-8 pika, ose mund të hedhim vaj livandoje 4-5 pika, ose nëse fytyrën e kemi të yndyrshme shumë, atëherë shtojmë 2-3 pika vaj të pemës T3. E shpërndajmë këtë maskë dhe bëhet fytyra si thuash me ngjyrë të zezë. E lëm 20 minuta, pas kësaj marrim një fetë limoni, një limon e presim në feta dhe masazhojmë në mënyrë rrethore fytyrën, sidomos tek pjesa e puçrave. E lëm 10 minuta lëngun e limonit mbi fytyrë, bëjmë mandej shplarjen e fytyrës me ujë të ftohtë. Për ta shplar fytyrën, do të ishte shumë mirë përdorimi i sapunit për fytyrën. Kjo është me të vërtet një pastrues i mrekullueshëm. Shkrin lehtësisht yndyrën e tepërt dhe i jep lëkurës një butësi dhe një elasticitet fëminor. E përmendëm më parë që një shkak i saj ishte depozitimi i yndyrës mbi lëkurë. Po si mund ta largojmë ndryshe atë? Nëse do të marrim pak balt bote, që i thot populli bote, ose balt kreri, që është përdorur edhe për flokët, po të marrim në atë masat më të vogla, 30-40 nanometër, dhe t'i përhapim mbi fytyrë një shtresë të hollë, do të vëmë re se kjo tret yndyrën e tepërt dhe fillon që sikur ta thaj lëkurën. Këtë ne e lëm 15 deri në 17 minuta, ngjyra e lëkurës mbi vete do të duket sikur bëhet në një ngjyrë blu të lehtë kështu, dhe si një ngjyrë argjile, dhe pastaj neve bëjmë shplarjen e saj. Do të vëmë re se fytyra do të jetë shumë e butë dhe shumë elastike. Mbasi hiqet kjo balta, maska, mund të vendosim një krem, kryesisht me dyllin e bletës, pra ose të puçrave, ose për aknet. Kremi i akneve na ndihmon më shumë kur puçrat janë eliminuar dhe kanë mbetur vetëm njollat e zeza në lëkurë. Ky ishte emisioni për sot. Shpresojmë që t'ju ketë ndihmuar më së shumti për trajtimin e puçrave në fytyrën tuaj. Mos harroni njëkohësisht edhe sapunët si shplarës të fytyrës, të cilët janë mrekullisht të suksesshëm, pasi janë me vajra bimore dhe me esenca bimësh. Mirupafshim në emisionin tjetër.